Përshëndetje të gjithëve. Nëse e keni kohën të limituar, atëherë përgatisni fërkesë. Kjo fërkesë përgatitet kaq shpejt dhe është kaq e shijshme. Unë kam përgati të gjithë përbërësit më parë, fillojmë nga puna. Do ta filloj me qep. Këto janë 2 qep të vogla, nëse do ishte e madhe do përdorja vetëm 1 qep. I grim qepët në pjesë të vogla dhe më pas i shtojmë në tigan. Fërkesat janë nga ato katime që fillojnë në tigan dhe po në tigan përfundojnë. I shtojmë 4-5 lugë të gjellës me vaj ulliri dhe direkt në zjarr për t'i bërë një skuqe të plot qepës. Ndërkohë që qepa skuqet, unë kam përgati 500 gram me speca. I kam pastruar nga pjesa fundore dhe më pas i presim në këtë mënyrë, jo shumë të mëdha, por dhe jo të vogla. Specat tashmë janë gati, edhe qepa në zjarr si e shikoni ka filluar të marrë ngjyrë, shtojmë specat. I bëjmë një përzierje të mirë, i vendosim kapakun që specat mos të na bëjnë pis, plus edhe zbuten më shumë. Këtu kam 1 kilogram domate, janë të kuqe dhe të pjekura mirë, janë domate përgjell. Dhe gjithmonë kur blejmë domate përgjell, çmimi është edhe më i lirë. I pastrojmë nga lëkura dhe më pas do t'i grim të ky grishti i perimeve, do t'i kthejmë në pure. Nëse doni t'i pastroni shpejt lëkurat e domateve, atëherë vendosini në ujë të vluar, duke i bërë një prerje në mes në formën e kryqit dhe ato pastrohen me shumë lehtësi. Megjithatë, unë sot nuk pata ujë të vluar, ndaj po i pastroj me dorë. I kthejmë në krem, i vendosim në një tas që të grim edhe pjesën e ngelur të domateve. Do veprojmë në të njëjtën mënyrë, do i pastrojmë nga lëkura dhe më pas do t'i grim. Domatet janë gati, edhe specat kanë filluar të skuqen pak, janë zbutur dhe kanë rënë nga vëllimi. Shtojmë puren e domateve. I grim 2 thelpinj hudhër dhe i lëm të ziejnë avash pak a pak, derisa lëngjet të largohen. E rregullojmë me krip. Nëse gjizën e keni me krip, atëherë reduktojeni plotësisht kripën. I shtuam pak piper të zi. I shtoj dhe një maj luke me sheqer, me që janë shumë domate, për të larguar aciditetin, i shtohet sheqer. Pasi janë larguar të gjitha lëngjet e domateve, shtojmë 500 gram me gjizë. Si u thash edhe më parë, unë gjizën e kam pa krip. Në fund fare i shtojmë 2 vezë për të bërë atë lidhjen e mirë fërkesa. Do ta lëm të ziej edhe 2 minuta dhe më pas e kemi gati. Unë i shtova dhe pak vaj ulliri dhe është nga ato vaktet që unë nuk e ndroj me asgjë tjetër. Ju falenderoj që më ndiqni.